Partia Demokratike do t'i fitojë zgjedhjet. Do të marrë të paktën 71 vota, 71 deputet mandate në parlament. Kështu që Zënë Gjulali, okej. Nuk është thjesht një premtim elektoral, kjo ndihet dhe e nxjerrin dhe se mos thoni po nëse humbet? Landi, humbja apo fitoria janë diçka që e para ndihen në fushat elektorale. Ndihen. Kam frikë se ke shkruar vetëm të demokratët, Ilda. Si? Kam frikë se ke shkruar vetëm të demokratët. S'ka vajtur këtej nga kampi tjetër, se i kam përdit këtu. Ta dishit që a thonë ata? Shumë mirë. Unë uroj që ato që thonë të kenë guximin t'u thonë njerëzve. Ne dalim në rrugë, nuk kemi as bodyguard, as roje, as 1000 kamera që të arrestojnë në skenar, në këto mizanskenat, ne dalim vetë. Këta njerëz nuk dalin dot më vetë. Po unë do t'u them, juve dhe çdo qytetari që na dëgjon, si që rëzuam Erion Velin, ishte pabesueshme, asnjëri nuk e mendonte, thoshte, nuk e gjen gjë Erion Velin, kote keni, mos u loti, merruni me këtë me atë, jo, ne nuk e ndalëm. Kjo është betejë juaj e fituar, Ilda? Një betejë vendimtare në të gjitha frontet, në të gjitha mënyrat. Sot Erion Velia është në qeli për 9 akuza të rënda korrupsioni. Kjo është një betejë që e ka fituar Partia Demokratike me këmbgulje, me vendosmëri, me fakte, me prova dhe më e rëndësishme me të vërtetën me vete. Të njëjtën gjë ne do ta realizojmë pas 11 majit. Këta që duken më të fuqishmit, të parëzushëm që kanë krijuar këto mitet, këta do të rëzohen siç u rëzuan dhe thyem mitin e paprekshmërisë së Erion Velis, pasardhësit e Edi Ramës, Landi. Nuk rëzuam një njeri do si do. Pasardhësi i Edi Ramës, që ishte menduar të katapultohej menjëherë nga bashkia të transferohej në kryeministri, u rrëzua. Të njëjtin fund do ketë Edi Rama bashkë me rilindasit e tij. Dhe për këtë gjë do të kontribuojnë jo vetëm demokratët, do të kontribuojë çdo qytetar i arsyeshëm, përfshirë socialistët e mirë, se nuk ka socialist të mirë dhe të ndershëm që e duan këtë situatë. Nuk ka. Është e papranueshme për ata. Sa zëra kritike keni dëgjuar ju të socialistëve që po ashtu e refuzojnë këtë gjë. Kam një pyetje. Nuk është vërtet që kjo që them unë është diçka që rezonon vetëm tek demokratët. Kjo që thatë ju është për bën kalin e betejës tuaj. Okej. Por e bëri Spaku këtë, drejtësia e Spaku, tani në një gjë nuk e kanë kuptuar dhe nuk e kuptoi. Mbështetja që një institucion Shqipëri ka më shumë është Spaku. Ndërkohë Partia Demokratike premton që jo vetëm zyrtarisht e cilëson Spakun si organizatë kriminale dhe Alti Dumani një kriminal, por premtojnë që do ta shkrijë Spakun. Tani kjo sikur shkon Ilda. Çfarë mendon Ilda Gjulali larg këtyre gjërave, e sinqert, siç të njoh? Unë mendoj këtë gjë. Pritshmëritë për organet e reja të drejtësisë kanë qenë shumë të larta në Shqipëri. Mendohej që këtu do të ndodhte një revolucion shumë i madh, diçka që s'kishte ngjarë asnjë. Po ka ndodhur, Ilda? Prit. Fatkeqësisht, pas shumë vite shpritjeje, çfarë pam ne? Që sa më të larta ishin pritshmëritë e njerëzve, aq më shumë shtohej korrupsioni dhe krimi në Shqipëri. Sa më shumë e dëshironim suksesin e Spakut, e GKK-s, aq më të paprekshëm ndiheshin ministra, kryeministri, kryetar bashkisht. Po këta i kanë bërë? Do të dyja nuk shkonin bashkë, Landi. Po këto i kanë bërë? Një njeri që e di që ka një drejtësi efikase, që nuk të lë të shpëtosh, të kap menjëherë mat, nuk guxon t'i bëj këto gjëra që janë bërë në Shqipëri. A mund të mendohet? 20 bashkëpunëtor të Ramës kush i ka bërë? Një sekond. Spaku i ka bërë, GKK-ja ka bërë. Do të them këtë gjë. Jo në Shqipëri, po kur ua them edhe miqve të huaj, këto historit për shembull si të inceneratorit, më thoshin shiko, tani aq e pabesueshme duket, nuk e besonin dot që kishte ndodhur afera e inceneratorit Tiranës, nuk ekzistonte, ishin paguar 145 milion euro, dhe Erion Velia e vazhdonte të ishte në detyrë, nuk e besonin dot. Nuk e besonin dot se si ka mundësi që kryeministri kishte firmosur një shkresë ku jepte pik bonus e një kompania që nuk kishte regjistruar. Jo, thoshte, nuk ka mundësi, se po ta kishte bërë, do kishte ikur. E pabesueshme siç dukej. Por presioni ynë
ishte presioni I Partisë Demokratike. Me të gjitha denoncimet, kallëzimet, pra ne mbërthyem nga të gjitha anët. Dakord, keni meritën tuaj, po spaku, Hilda. Unë them, brenda spakut, po, bravo, ka prokuror që kanë guxim. Po më shmangesh. Jo, nuk shmangen. Kështu e besoj vërtet. Po më shmangesh. Jo. Sepse ai ishte institucion. Tani nuk mund të themi në PD, ka sa të mirë aty sa të këqij. Ekziston PD-ja. Ai ishte institucion legal, nuk është ilegal. Që themin e disa kështu, disa ashtu. Unë nuk besoj verbërisht tek. E keni cilësuar organizatë kriminale, Hilda? Unë nuk besoj verbërisht tek disa targa. Se kjo ngjan si një targ. Që e ke edhe institucionet përbëhen nga njerëz. Politika. Po pse do të shpërbëni? A themi ne politika, unë nuk jam dakord me këtë politika. Politika përbëhet nga njerëz. Dahet në parti politike dhe aty janë njerëz, janë kontributet e njerëzve. A janë gjithë njësoj? Nuk janë gjithë njësoj. Kështu që dhe brenda spakut. Ne e kemi parë, unë e ndjek, se unë jam një qytetare që e ndjek me shumë kujdes atë që ndodh, të tjerët mund ta ndjekin kështu si që bën të rritë sot që bën scroll telefonit. Unë e ndjek me kujdes. Unë përdor arsyen, nuk them gjërat pa arsyeshme. Dhe bëj disa pyetje për çështjet që kemi parë deri tani. Dhe pyes, pse dhe si ka mundësi që u arrestua kryetari I opozitës pa një akuzë, dhe u mbajt 333 ditë në arrest shtëpie. Dhe u nxor vetëm pasi paralajmëroi Strasburgu se do të jepte një vendim që do ta bënte me turp organet e drejtësisë shqiptare. Kjo është pyetja që bëj unë. Pyetja që bëj unë është si ka mundësi që një tjetër kryetar që I përket po opozitës, po që është I Partisë Lirisë, qëndron përsëri arrestuar pa akuzë. Pyetje janë këto. Ndërkohë që nuk janë as në ushtrim të tyre, nuk administrojnë asnjë fond. Dhe pyetja ime ishte, po ky kryeministri që ka sjellë një dëm kaq të madh financiar, pse nuk thirret asnjëherë? Si ka mundësi që qëndron në detyrë? Po kryeministri që është kapur duke korruptuar Charles McGonigal, I cili është dënuar në Amerikë, është I dënuar, është I burgosur dhe është e saktësuar jo një herë, shumë herë, që është korruptuar nga kryeministri Edi Rama, nga anëtarët e qeverisë shqiptare, nga bashkëpunëtorët të kryeministrit Rama që shiten si anëtarë të qeverisë ose si këshilltar të kryeministrit pa qenë të tillë. Pse nuk veprohet ndaj kësaj? Këto janë pyetje të arsyeshme, nuk I bëj vetëm unë. Tani, nëse ne nuk I bëjmë këto pyetje, edhe shkojmë si tur, ne s'kemi bërë asgjë. Unë jam për të bërë pyetje të arsyeshme dhe për gjetur përgjigje të arsyeshme. Dhe përgjigja e arsyeshme që kam gjetur është që këtu drejtësia është përdorur si një armë për të goditur uniform opozitës. Apo ja? Duhet ta vërtetojmë. Dhe çfarë bën kjo? Tjetër. Çfarë them unë si një njeri arsyeshëm? Kur ti jeton në kushtet e një regjimi, narkoshteti, dhe unë besoj realisht që Shqipëria fatkeqësisht e them me shumë dhimbje, por sot Shqipëria është një narkoshtet. Në këto kushte unë e kam të vështirë të gjej disa ishuj kaq të fortë që I mbjetojnë në mënyrë të pandikuar kësaj gjëje, landi. E kam të vështirë ta besoj. Për shembull, në regjimin komunist, a kishin ndodhur në një drejtësi të pavarur? Nuk e kishin ndodhur. Tani, ju mburrët me aksionin tuaj politik për Erion Velin, po Erion Velin gjë kërkoja dhe spaku e ka bërë. Po flasim për targat e mëdha. Tani kur ju intereson, ju më thoni nuk më intereson. Jo. Kjo nuk është pse më intereson. Intereson në kuptimin politik, them. Politik. Pyetje të arsyeshme. Jo, politik. Dhe prandaj thash që unë po I them bravo prokurorit që guxoi të veprojë ndaj Erion Veliaj. Ai prokurori është I spakut. Po. Ai nuk është kështu prokuror a janë privat. Njësoj. Jo. Sepse një tjetër prokuror I spakut e kishte dosjen në dorë dhe e la në heshtje, nuk e preku me dorë. Gjeti përgjegjësi. Domani pra ka dosje. Jo. Gjeti përgjegjësi. Jo, ka pas dhe prokurorë të tjerë që kanë patur dosjet, jo një, disa dosje të Erion Veliajt. Dhe e lanë në heshtje. Pse? Ilda, dosjen tani e ka Si trajtuar incineratori Fantazëm? I është lënë një drejtori. Po si ka mundësi që ta bëj një drejtor inceneratorin Fantazëm të Tiranës? Të paguajnë 145 milion euro. Zonja e kryetarit bashkisë. Zonja, këto nuk ndodhin. Prandaj unë u them bravo çdo prokurori që ka guxim t'i shkoj këtyre aferave të tmerrshme deri në fund, sepse
nuk është thjesht korrupsion, është babzi. Dhe nëse ne e normalizojmë këtë, atëherë ne kemi marrë fund si shoqëri, sepse kemi humbur dhe jemi të orientuar krejtësisht nga vlerat. Kjo është fatkeqësia më e madhe që ndodh. Nëse ti mësohesh të jetosh me të keqen, se mësohen ore njerëzit të jetojnë me të keqen. Por ne nuk duhet ta lejojmë këtë. Okej, zonja Xhulali, unë bëj për çdo kandidat, jemi në fund te kamera këtu, një mesazh për zgjedhësit dhe ata që ti u drejtohesh për të votuar Ilda Xhulali. Unë jam Ilda Xhulali dhe jam në listën e hapur të Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës. Unë kërkoj votën tuaj, mbështetjen tuaj për të qenë pjesë e Parlamentit Shqiptar, por ajo që është më e rëndësishmja që bashkë me ekipin e Partisë Demokratike ne të sjellim përmbysjen e madhe në Shqipëri dhe pas 11 majit Partia Demokratike me këtë ekip që është i aftë, me integritet, i përkushtuar të drejtojë Shqipërinë dhe të ndryshojë cilësisht dhe rrënjësisht jetën e secilit prej jush. Kërkoj votën tuaj duke thënë se unë jam një njeri që jam i thjesht, e konsideroj veten njëra prej jush, por jam një grua që i shkoj betejave deri në fund me vendosmëri dhe po bëj një premtim paraprak elektoral që është personal, që unë do të luftoj që çdo deputet i Kuvendit të Shqipërisë të ketë një zyrë përfaqësimi të hapur për çdo qytetar shqiptar, aty ku do t'japi llogari, aty ku do të marrë dhe shqetësimet tuaja dhe në fund ditës çdo gjë të zgjidhet me një vot të lirë dhe të ndershme në Shqipërinë e 2025-ës, e 2029-ës dhe çdo pasgjedhje që duhet meritoj Shqipëria si një vend që do të antarësohet në Bashkimin Evropian me Partinë Demokratike dhe do të bëhet vendi i 28 antar i saj. Ilda Xhulali, të falenderoj shumë për këtë bisedë. Me të vërtet e shikoj nëse ti do zgjidhesh çfarë të mirë do ketë parlamenti. Jam i bindur këtë, sidomos atë pjesën profesionale tënde të diplomacisë, po jo vetëm. Të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit për ftesën, edhe për mundësinë dhe po të kujtoj atë çfarë the në fillim të emisionit, që do doje shumë që unë të isha në parlament dhe unë do të përsëris. Po, se kam fare kompleks. Për të votuar për mua në zgjedhjet e 11 majit dhe do të them edhe një gjë. Po tjetër. Tek fleta e madhe e votimit. Ishte pra i çarçafi. Po. Ja, ju lutem regjia vendos. Ç'a keni merak aty? Tek fleta e madhe e votimit ka një rastësi fatlume shumë të bukur. Që është njëshi. Që tek njëshi dhe tek flamuri gjendet Ilda Xhulali. Gjej pak si te flamuri. Flamuri fund? Po pse të kalon të fundit do? Tek njëshi dhe tek flamuri. Se janë as me alfabet këto. Është me rend alfabetik sipas mbiemrit. Zhja është shkronja e fundit alfabetit. Po sepse aty ka vënë Ilda ata prandaj, tani e kuptoj. Por janë të gjithë me rend alfabetik. Po Ildën e gjeni shumë shpejt në fletën e votimit tek njëshi dhe tek flamuri. Po votove kandidatin Ilda dhe nuk voton partinë. Çfarë ndodh? Ti voton kandidatin që kandidatit shkojnë në parlament. Jo, diçka teknike për gjithë ata që nuk e din. Voton kandidatin, por nuk voton partinë. Da, është e Partisë Demokratike, vota jote. Jo, nuk e kam specifikisht për ty. Vota jote është Nuk quhet e pavlefshme. Jo, është e vlefshme. Po të votosh partinë dhe jo kandidatin? Atëherë, sqarim, 3 mënyra si votohet. Mund të votosh vetëm partinë. Mund të votosh tik. Po. Voton njëshin. Po, tik. Tek Partia Demokratike. Po. Ose mund të votosh njëshin lart tek Partia Demokratike dhe kandidatin. Dhe Ilda Xhulali. Dhe Ilda Xhulali. Dhe mënyra e tretë është shkon menjëherë tek flamuri Ilda Xhulali. Ilda, të falenderoj shumë dhe suksese në 11 maj. Falenderit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot nga Ura Lançafoku, mirupafshim.